Tre anije italiane janë ankoruar në portin e Durrësit duke sjellë një mesazh të fortë bashkëpunimi ndërkombëtar, kulture dhe solidariteti. Këto anije përfaqësojnë marrëdhënie të ngushta mes Shqipërisë dhe Italisë dhe reflektojnë misionet të ndryshme të marinës italiane. Ceremonia u hap fillimisht në bordin e anijes historike Americo Vespucci, e njohur si një nga anijet më të bukura në botë, që tërheq vëmendjen me vela tradicionale. Si ambasadë jo vetëm e kemi mbështetur, por kemi besuar shumë në këtë nisëm. Janë më shumë se 1500 të rinj të shkollave që do ta vizitojnë anijen, që ka një simbolik, një ambasadë lëvizëse. Besoj se duke qenë në Shqipëri në këtë ditë të veçantë, përforcon idenë e një bashkëpunimi të fuqishëm dypalësh që prek shumë sektor. Duhet të lundrojmë bashkë për t'ia dalë mban. Anija Vespucci rikthehet në Durrës pas udhëtimit mbreslënës, ku shumë pjesëtarë të ekuipazhit kujtojnë ende mikpritjen shqiptare dhe mirpresim sa më shumë vizitorë në bordin e saj gjatë 3 ditëve të qëndrimit këtu. Një tjetër anije ankoruar në portin e Durrësit është edhe katamarani, Lo Spirito di Stella. Bëhet fjalë për një anije të veçantë, e përshtatur për të garantuar akses dhe lëvizshmëri për personat me aftësi ndryshe. Është hera e parë që vim në Durrës. Katamarani Lo Spirito di Stella është i pari në botë për personat me aftësi ndryshe. U ndërtua në 2002 nga Andrea Stella, pasi pësoi një aksident dhe u paralizua. Më pas, themeloi një shoqat me të njëjtin emër si anija. Deri më tani janë 5000 persona me aftësi ndryshe dhe shoqëruesit e tyre që kanë lundruar me këtë anije. Ndërkohë, forca detare shqiptare këtë të martë ka marrë zyrtarisht në dorëzim anijen patrulluese Libra, një dhuratë nga shteti italian që do të kontribuojë në forcimin e sigurisë detare. Kjo anije e teknologjisë së fundit është ndërtuar për misione patrullimi dhe mbrojtjeje në ujërat territorial shqiptar. Të shërbej gjatë periudhës së saj të shërbimit në forcën detare të Republikës së Shqipërisë, jo vetëm në misionet në interes të sigurisë dhe paqes në hapësinë detare të Republikës së Shqipërisë dhe Adriatik dhe jon, por dhe më gjerë në mesdhe, atje ku detyrat dhe misionet e NATO-s do të na kërkojnë. Anija Americo Vespucci, e cila rikthehet në Durrës pas më shumë se 2 vitesh, do të qëndrojë e hapur për 3 ditë, ndërsa anija Libra deri më 21 prill.